Ditën e shtunë, në datën 31 janar, në orën 6 të pasdites, bashkohemi masivisht në protest përballë qeverisë më të korruptuar të Europës. Në këto 52 ditë të qendresës tonë, institucionet e kapura nga Edi Rama nuk po e dorëzojnë Belinda Baukun te drejtësia. Nëse ti si qytetar do të bëje një gjë sado pak të paligjshme, do të vendosje një tjegu në kundërshtim me lejen e ndërtimit, do të vinin dhe do të merrnin e do të çonin në kokër të burgut. Nëse do të merrje energji pa leje, do të çonin në kokër të burgut. Ndërkohë ata na vjedhin të ardhmen dhe paratë e këtij vendi miliarda e miliarda dhe nuk mbajnë përgjegjësi. Ndaj ne qytetarët kemi në dorë të mos pajtohemi dhe të protestojmë masivisht duke bërë gjithmonë më shumë. Ditën e shtunë, në datë 31 janar, në orën 6 të pasdites, merr familjen, merr shoqërinë, merr të afërmit, të bashkohemi përballë ajdutëve.